Sa herë Grenell kalon oqeanin, diçka do të ndodhë në Prishtinë. Richard Grenell ish ambasadori i SBA-s në Gjermani dhe ish i dërguari special për Ballkanin Perëndimor, po viziton sërish Shqipërinë dhe më pas Beogradin në prag të Krishtlindjeve në dhjetor. Informacionet të limituara në rrjetet sociale zgjejnë se Grenell është duke nisur një tur rajonal që do të nisë në Tiranë dhe përfundojë në Beograd. Si CEO i Kennedy Center dhe figurë kyçe e rretit të Donald Trumpit, vizita e tij nuk duket thjesht turistike si ajo në Ksamil në gusht 2025, apo takimet në New York me presidentin Begaj dhe ministrin Spyropali në shtator në kuadër të OKB-s. Pyetja lind, apo vepron Grenell si emisar jo zyrtar i Trumpit për të avancuar interesat politike dhe biznesore në Ballkan, apo çfarë? Grenell njihet si njeriu i Trumpit në rajon, veçanërisht për rolin e tij në rrëzimin e qeverisë së Albin Kurtit. Në 2020, si dërguar special ai shtyru Kosovën për heqjen e tarifave ndaj Serbisë pa reciprocitet, duke ndarë koalicionet LDK vetëvendosje dhe duke akuzuar Kurtin si pengesë për marrëveshje të shpejta që do të jep një pikë Trumpit në zgjedhje. Sot, në 2025, deklaratat e tij të ashpra vazhdojnë. Në shkurt e quajti Kurtin deluzional dhe partner jo të besueshëm, duke thënë se marrëdhëniet SBA-Kosovë janë në nivele më të ulët dhe se bashkësia ndërkombëtare është e bashkuar kundër tij. Pse pikërisht para zgjedhjeve në Kosovë në 28 dhjetor 2025, ku Kurti ka shanse rizgjedhjeje, Grenell gjendet inkognito në Ballkan? Apo synon Grenell një rrëzim tjetër duke e parë Kurtin si të pavarur nga rrjetet e ndikimit të tij? Lidhja me Aleksandr Sorosin shtojnë konspiracionet. Edi Rama dhe Aleksandr Vučić janë miq të ngushtë të Sorosit. Rama e quan vëlla në postime publike me takime të shpeshta në Davos apo dasmën e Sorosit në 2025, kur Rama mbajti fjalim, ndërsa Vučić e nderoi me medaljen e lartë të Serbisë në Beograd. Vučić ka takuar Sorosin disa herë që nga 2017, duke diskutuar paqe dhe stabilitet rajonal. Pas kthimit të Trumpit, ku Soros shihet si bogeyman nga ideat amerikane për financimin antishqeveritare, Rama dhe Vučić mund të jenë në tension me Trumpin, apo shërben Grenell si sekser për të zbutur këto konflikte, duke përdorur vizita për të mbledhur informacion dhe kontrata? Kjo është ajo pyetja $1 milion në qendër sipas konspiracionistëve në rrjetet sociale që ndrojnë projektet e Jared Kushner, dhëndrit të Trump, investim $1.6 miliard në Sazanin shqiptar dhe hotele luksoze në Beograd, që po përballet me akuza për falsifikim dokumentesh dhe abuzim pushteti. Në vitin 2025, këto projekte duken të ngecura për momentin dhe nuk ka asnjë shpjegim dhe kështu apo i zhbllokojnë këto dy projekte Grenell dhe apo ndihmon ai drejt për drejt për avancuar, duke favorizuar si Rama dhe Vučić në dëmt të Prishtinës. Vizita Grenell në Tiranë dhe Beograd, duke anashkaluar Kurtin, sugjerojnë një lojë më të madhe, ndoshta një projekt për të dobësuar ndikimin e Sorosit te Kurti ndërsa avancojnë interesat e Trumpit. Çfarë implikimesh ka kjo vizitë për te oqeanit, për Ballkanin? Ngre pyetjen bota sot. I Grenellit të CEO i Kennedy Center dhe figura kyçe e rretit të Donald Trump, le ta shohim pas vitit 2026.